Specialist seksionit për hetimin e krimit ekonomiko-financiar referuar në prokurori nisi procedimin e gjendë të li për shtetasin rreth 60 vjeç banues në Fier, pasi u kap në aksin rrugor Kugës Milot, duke transportuar me automjet vegla punë dyshohet të kontrabanduara të papajisur me fatura blerje. Madhrat dhe automjeti 60 vjeçarit u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialist sektorit të qendrës rrugor arrestuan në flagrant shtetasin këtë 19 vjeç banues në Lezhë, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje. U referuar në prokurori nisi procedimin e gjendë të li për shtetasin e 22 vjeç banuese në Lezhë, pasi nuk është bindur urdhë të punonjës së policisë për ndaluar automjetin në cilin lëvizën në sens të kundërt në aksin rrugor Shëngjin-Lezhë, ndërkohë rreth orës 10:00 në sipërfaqen e depoje pa ujë aktualisht në ndërtim në fshatin Zhej Mamurras është konstatuar nga punonjësit trupi pa jetë i shtetasit MK rreth 60 vjeç. Shërbimet e policisë ato zjarr fikse kanë shkuar më njëherë pas njoftimit në vendngjarje dhe kanë nxjerrë trupin, i cili është transportuar në IML. Nga hetimet deri tanishme, dyshohet se shtetasin MK ka qenë aksidentalisht në sipërfaqen e depos, ndërkohë grupi hetimor po punon ndër hekimin e prokurorisë për shërimin e rrethanave të rastit.